Mas parë të përshëndesim që na ke po ftesën me orët e ti. Edhe është një gjë shumë e rëndësishme se me knu para teje, s'ka juri që na vje ma kese para teje se një rapsat si ti që është ke qenë, e na rrit me kongtuat, edhe nuk e kem kallajës me knu para teje, po sa të Di shumë vetën krenar kur rapsodia shqiptare, kënga kollor e rapsodisë tonë kombëtare, është në duart e juaja. Sepse ju jeni ata që e vazhdoni, do ta vazhdoni edhe djalë pas djali edhe instrumentin, edhe veshjen, edhe shkurin, edhe hyrën dalin këngë që shumë mas miri. Sepse nuk do të me mbet konga vetëm me këngëtarët e vjetër si që mune për shembull tash. Me knu me Hakin dhe një vllat tjetër. Leqinet e Karoniko. Po, Karoniko. Kemi knu i nashku të shtonën, delën, deri tonën ka gjysa ditës. Ka gjatë shumë nga kara me knu edhe... Reportor Gjon Kiqja. S'kishim asë reportor atëherë bëllë për me knu, po do kongë që i këshum knu dhe shtume, i knu me dhe dilën, e ka përcy mdarsmen. Për herët, por pak ma vështirë, tani shke shumë të i përvesu. Ta të regoj një Barsolet, një thret njoni rapsodet me knu ndarsëm. Ata ishin pas ditën 12 kongë. Edhe i kryin shtunën, në omi 12 kongë, tash nesër që ka me bo. Që shmja bo, që ka me knu. Edhe kur shkojnë nesër me në atje, me knu nëd, po i thuj njoni tjetët, pi morëm qatë kongën e parë që i kena knu, ta se morin vesh. U konë që u konë e punë. Edhe anisin i shkonë senja 39, një kongë është. Njoni i theke i shkonë senja 39, tjetëri i theke 39 i shkonë senja. O i shkonë 39 senja, këtë vado i shkonë 39 senja. Një plak për i përcel atje për o gjokut. Apo di një brendim 40-ën, a që apo të jau mërmenja. Se valoj me të vesh në 39-ën, që se 40-ën di një pak. Ishte shumë knasi, shikur të ndëruar që i kam pran jush dhe pran ekraneve tona këtu në Radio Kapital, rapsodet nga Drenica, pro Bajram Jakupin, Haki Buzhalin dhe Naim Buzhalin.